Por ne është e zakonshme që kur një objekt të largohet, të na duket më i vogël, ose kur afrohet ai na duket më i madh. Por janë dy objekte në jetën e përditshme që ne mund të shohim për ditë, të cilët kur largohen nuk zvogëlohen, apo kur afrohen nuk zmadhohen, qëndrojnë po njësoj. Këto dy objekte janë dielli dhe hëna. Dhe normalisht kur dielli është mbi kokat tona, ai është po aq i madh në diametër, saç është dhe kur është në horizont. Ka të njëjtin diametër, bashkë me hënën, njësoj. Do të thonë, ato kur largohen, ato duken po njësoj në diametër, në përmasa. Si shpjegohet kjo? Ne kemi parë avionin që kur e kemi mbi kokë, avioni është i madh, dhe kur shkon në horizont ai bëhet aq i vogël sa praktikisht ushqim me sy. Pikë. Dielli nuk duket si një xixhe ndryshme në largësi. Pse? Vetëm një zgjidhje që mund të japë përgjigje kësaj është që dielli të jetë shumë larg, shumë herë më larg nga ç'mund ta imagjinojmë neve, dhe që të kenë një diametër shumë të madh, bashkë me hënën, që jenë diametra të mëdhenj, që të duken normalisht jo si pika për largësisë të madhe që ka, por të jenë me një farë diametër. Domethënë duhet të jenë shumë larg dhe të shumë të mëdhenj. Kur dielli ndodhet mbi kokat tona, është në pikën më të afërt me ne, drejt për drejt në pikën më të afërt që ka toka me diellin. Kurse kur ndodhet në horizont, është momenti kur toka rrotullohet dhe shet diellin në një kënd. Dhe normalisht kjo distancë e vogël që ne largohemi në këtë rast ose afrohemi me diellin është e papërfillshme. Është njësoj sikur t'i afrohemi një mali në horizont vetëm me një hap. Mali do duket po njësoj i madh.